Absolutisht kjo as nuk është vend në pikpyetje kur quhet qeveria e unitetit, atëherë nuk ka këtu propozime personale. Po është e kuptueshme që vetëm konsenzusi mes subjekteve politike parlamentare, sidomos, edhe ata të cilët kanë vullnetin që të marrin guximin të kem institucionet e reja të Kosovës, e zgjedh këtë ngjerç politik. Ne kemi qenë qartë në propozimin tonë kur është paraqitur që të kemi tejkalim të kësaj krize institucionale, ta quaj, dhe propozimi nuk ka qenë sa për të blerë kohë që mundohet lëvizjave të vendosje ta pasqyroj ose ta hullin në një drejtim tjetër, por t'ju japim mundësi qytetarëve që të kenë në mënyrë unifikuese për një kohë të caktuar me tema të caktuara, që cilat janë tema, do të jenë tema afatgjate të zgjidhjes të problemeve ekonomike, të dialogut zhvillimore, dhe cilat janë në interes të Kosovës, jo të lidhjes demokratike të Kosovës. Tek atëherë do të japim mundësi edhe disa pika të cilat do të jenë propozime konkrete se çka duhet bëhet në këtë periudhë kohore. Këto janë pika programore, janë pika zhvillimore, po sigurisht janë edhe pika politike. Cili është kuptimi i insistimit nëse partitë tjera në vazhdimsi po refuzojnë propozim të tillë? Refuzim kemi vetëm nga lëvizjave të vendosje, partitë tjera kanë qenë të rezervuara, sepse dëshirojnë të kenë institucione ndryshe ose të udhëhequra në mënyrë të vetë udhëhequra, ta quaj kështu, ose të kenë një marrëveshje politike, të cila nuk po bëhet. Domethënë, ju po e shihni që nuk ka marrëveshje politike, partia e parë këmbgul në të drejtën e saj të propozimit një kandidat i cili nuk i merr votat e mjaftueshme dhe thirret që i ka votat për qeverinë. Kanjëherë tallen edhe me tema ku kërkojnë sfidim të deputetëve ose të subjekteve politike. E kemi thënë përpërsim, këtu nuk jemi për të sfiduar në pjesën personale për pozita personale. Ata janë, edhe siç duket janë të barrikaduar në interesin e vet puro politik personal, por edhe të interesave financiare që tash janë ka dëmtojnë qytetarën, janë ka dëmtojnë institucionet e Kosovës. Po Gjosu, se e sheh ideja që mund ta udhëheqë dikush tjetër këtë të jetë kryeministri i kësaj qeverie, apo patjetër duhet të jetë zotëria e ligjit. Absolutisht kjo as nuk është vend në pikpyetje kur quhet qeveria e unitetit, atëherë nuk ka këtu propozime personale.